Ne punojmë cikli i mbyllur, me fjalë, kemi të garantuar, ferma jonë ka të garantuar ushqimin, karasatin, të cilat janë pjesë e grupit tonë. Këtu kemi kocën dhe levrekun? Po. Sa eksportojmë ose sa kemi ne? Kryesisht domethënë kapaciteti i fermës së qytetarësisë së Tarmi deri në 4.000 tonë. Shitjet mund të variojnë sepse një vit ke mundësi të shes më shumë, një vit më pak, në varësi të mbjelljeve që bëhet në përkohë. Po 2.500 deri në 3.000 tonë është diçka. Kontratat kryesisht ku i keni? Me gjithë komunitetin evropian. Destinacioni është eksporti dhe për këtë jemi certifikuar. Ne disponojmë certifikat në parë në Evropë antibiotik free. Pasaj për akvakulturë të qëndrueshme dhe gjitha certifikatet e tjera që 6 certifikata gjithsej që këto bëjnë mundur që ne të hyjmë në filierat më të rëndësishme të Italisë dhe të Evropës. Ne shesim në Itali, po kryesisht supermarkete. Kemi shesin në Gjermani, shesin në Poloni, kuptohet në sajt të partneritetit. Këtu jemi në top, pjesën topësore, dhe pjesën topësore me fjalë ne kemi një kontratë me Ministrinë e Ekonomisë dhe të Mbrojtjes deri në 2035. Ky është ushqim 4.5 mm, është për peshkun 300 deri në 400 gram për kose. Kjo është data e prodhimit edhe data e skadencë një vit e ka. Këtu janë përbërës ingredientet e tij, e ka edhe në Shqipëri në Itali, siç e kërkon normativa europiane. Dhe janë gjithë përbërës proteinat. Ushqimi i peshkut ka për bazë mielin e peshkut dhe vajin e peshkut.